Sot këtë pjesë të fundit ju kushtojmë ditës botërore të shkencës për paqe dhe zhvillim. Kjo ditë e shpallur nga UNESCO ka për qëllim të theksojë rolin e shkencës në ndërtimin e një bote më të drejtë, më të qëndrueshme dhe në shërbim të njerëzimit. Për të folur më shumë rreth rëndësisë së shkencës dhe ndikimit të saj në shoqëri, në studio kemi profesorin e fizikës, njëkohësisht shefi i departamentit të fizikës në Universitetin e Tetovës, i cili do të ndajë me ne reflektime të vlefshme për këtë ditë. Me ne në studio zotri Neset Izairi. Për fillim, faleminderit që erdhët në emisionin ton dhe ju përgëzoj për rrugën që keni marrë nga Tetova për të qenë pjesë emisionit të ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, me gjithë qejf kemi ardhur që të kontribuojmë në këtë ditë e cila festohet anë në botës. Mund të na thoni për fillim çfarë përfaqëson dita botërore e shkencës dhe pse u krijua kjo nismë ndërkombëtare? Ideja për një ditë të tillë lind dikund në konferencën botërore shkencore shoqërore të mbajtur në Budapest më vitin 1999 në Hungari nën organizimin e UNESCO-s. UNESCO do të thonë në gjuhën shqipe Organizatës Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Shkencë dhe Art. Dikund në 2001, do të thonë dita e shpalljes së ditës botërore të shkencës për paqe dhe zhvillim është shpallur në vitin 2001, pastaj që nga 10 nëntori i 2002-shit kjo ditë festohet në çdo vit në këtë datë anë botës. Qëllimi i saj kryesor për këtë është që të promovojë rëndësinë e shkencës, gjithashtu të jap një rëndësi si një mjet për zhvillim edhe të ketë një bashkëpunim rajonal në gjithë botën. Shkenca nuk është thjesht një mjet, nuk është një fushë studimi, por është një mënyrë të menduarit për ta kuptuar botën, për të zgjidhur probleme edhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Profesor, sa e rëndësishme është shkenca për zhvillimin e një shoqërie moderne? Shkenca është një nga shtillat kryesore për çdo shoqëri. Paramendoni nëpërmjet shkencës shoqëria ka sot energjinë elektrike, ka komunikim, ka transport publik, ka një teknologji të avancuar. Dhe kjo shoqëri ose të gjitha shoqëritë që investojnë në shkencë, ata investojnë për të ardhmen e vet ose të ardhmen e atij vendi. Si ndikon shkenca në ruajtjen e paqes dhe bashkëpunimin ndërkombëtar? Shkenca është një gjuhë universale. Në shumë projekte ndërkombëtare marrin shumë shkencëtarë pjesë prej gjitha vendeve, duke filluar prej gjermanëve, anglezëve, amerikanë, italianë ose shqiptarë, por kemi edhe arab. Edhe gjithë këto shkencëtarë bëhen bashkë për një projekt, edhe qëllimi i këtyre nuk është politika, kombësia, etniteti. Do thonë qëllimi i këtyre është si të vinë deri te një zgjidhje e vërtetë. Kështu shembull kemi qendrën për hulumtime shkencore në CERN të Zvicrës, ku kjo qendër e madhe për hulumtime shkencore ndikon në zgjidhjen e shumë problemeve. Me një farforme, kjo i afron edhe gjitha popujt ose gjitha vendet të cilët mirën me shkencë. Me shkencë. Profesor, në çë mënyrë arsimi ndikon në formimin e brezave shkencëtar? Arsimi është rruga e vetme që mund të arrihet deri te shkenca. Edhe kjo fillon prej shkollave fillore dhe të mesme, kur nxënësit fillojnë të bëjnë pyetje, të jenë kurioztar, pse ndodhin këto gjëra,
Edhe atëherë ata kërkojnë vërtetime, kërkojnë eksperimente, edhe në këtë formë këta nxënës, këta maturantë fillojnë të krijojnë një mendim shkencor. Edhe ky mendim shkencor pastaj vazhdon të zhvillohet në universitete, edhe gjatë studimit këta student arrin që të bëhen për shembull studios, të bëjnë kërkime rreth shumë dukurive të ndryshme natyrore, edhe në këtë formë ata arrin për shembull që më në fund të bëhen edhe të krijojnë një mendim shkencor, edhe atë mendim shkencor më të jetë vazhdojnë edhe deri ati ku mund të bëhen si shkencëtar. Profesor, mund të na thuani se çfarë roli luajnë në universitetet në promovimin e kërkimit shkencor dhe inovacionit? Po, universitetet pastaj këto njohuri që i arrim që t'i marrim gjatë studimeve, edhe ne përgatisim kuadër të studentëve, të cilët arrin të bënë të kenë shumë mundësi që të studiojnë një dukuri, një fenomen, edhe në këtë formë studentëve u jepet mundësia që të merren me studime të tilla, edhe ata të krijojnë për shembull gjatë projekteve ndryshme të vinë deri te inovacioni, deri te rezultati i një studimi. Edhe në këtë formë ata kanë kuptimin se mund të arrijnë matutje edhe të kenë një formë si një shkencëtar. Profesor, mund të na thoni sa mjafton mbështetja sot që marrin studiuesit dhe shkencëtarët shqiptarë sot? Të thënë drejtën, ka disa vjetë që kjo gjendje është rregullu. Më thonë, studiosit, faktikisht ne që punojmë në universitete, normal edhe kemi atë pagesën tonë aty për brenda, mirë po, gjatë projekteve të ndryshme, ne nuk kemi mundësi për shembull që të vim deri te ajo infrastrukturë që na duhet nëpër universitete. Kemi laboratore vetëm për student, nuk kemi hapësira të mëdha për kërkime shkencore, edhe dua të them me një farë forme, këtu ne si institucione kemi një infrastrukturë të kufizuar. Si mund të bëhet shkenca më afër dhe më e kuptueshme të themi për qytetarët e zakonshëm? Po shkenca më afërt mund të bëhet nëse ja fillojmë prej shkollave të mesme dhe fillore, ku aty duhet profesorët, arsimtarët të përgatiten, të jenë më konkret, të shfrytëzojnë format ndryshme të mbajtjes orës së mësimit, të shfrytëzojnë bim projektor, të shfrytëzojnë vizatime të ndryshme, edhe të jenë më thjeshtë edhe më qartë. Për me qenë kështu, duhet edhe nxënësit të interesohen, por edhe duhet profesorët ose arsimtarët jenë më të përgatitur rreth organizimit të orës, që nxënësit ketë mundësi të fillojë ta doje për shembull orën e mësimit, të ketë qejf të shkojë në orën e fizikës ose të matematikës e kështu me radhë. Po kjo krejt varet prej disiplinës, prej profesorëve se si organizohen orën e mësimit. Për atë gjithmonë ne u themi kuadrit tonë që mbaron të ne, duhet gjithmonë të përgatitesh për çfarë do orët e mësimit. Të përgatitet njësia mësimore, të përgatitet edhe profesori, edhe nesrit kur shkohet në orë të mësimit, do të thonë duhet të jetë për gjithçka i përgatitur. Mund të na thoni se si lidhet shkenca me zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit? Zhvillimi i qëndrueshëm është i pamundur pa shkencë. Do të thonë, ky zhvillim i qëndrueshëm nuk mund të ekzistojë pa shkencë. Paramendoni mjedisi si mos ketë një përkujdesje për këto ndryshime klimatike.
Pastaj ka në këto momente ne kemi një energji të pastër. Kjo energji që ne shfrytëzojmë është energjia e erës, energji diellore për shumë qëllime të ndryshme. Pastaj këtu kemi edhe riciklimin e materialeve të ndryshme, dhe në këtë formë gjitha këto ndikimet të shkencës apo nga ana nëpërmjet kërkimeve shkencore, këtu kemi një reduktim të ndotjes, kemi një ambient të pastër. Në një farë forme mund të themi se zhvillimi i qëndrueshëm është i pamundur pa shkencë. Pa shkencë. Profesor, mund të na thoni se cilat janë sfidat më të mëdha që përballen studiuesit e fizikës, por në përgjithësi edhe të shkencës? Ne vim prej Universitetit të Tetovës, të Fakultetit të Shkencave kemi një infrastrukturë të, si thash pak më parë, të kufizuar. Ballafaqohemi me një situatë përsa i përket laboratorëve. Këtu ne nuk posedojmë ende laborator për kërkime shkencore, por kemi laboratore për ushtrime laboratorike për studentët. Ato laborator janë të kufizuar, por ato nuk mund të përdoren për qëllime shkencore. Në një farë forme, ne ballafaqohemi me vështirësi, me një infrastrukturë që në të ardhmen besoj se do të rregullohet. Pikërisht, jemi në epokën të themi e rrjeteve sociale, mund të themi se të rinjtë po e humbin interesin për shkencat natyrore? Këto nëpërmjet rrjeteve sociale dënjerë në qoftë se ne i shfrytëzojmë për të mirë, mund ndikojmë shumë pozitivisht. Po në qoftë se këto rrjete sociale shfrytëzohen për qëllime tjera, atëherë nuk kemi kurfar dobije. Unë mendoj se rrjetet sociale e bëjnë atë vetën, po në qoftë se them prap, rrjetet sociale i përdorim seriozisht për qëllime normal, për qëllime edukative, për qëllime shkencore, ne nuk do të kemi kurfar humbje, por në qoftë se përdoren për diçka tjetër, ato ndikojnë negativisht. Negativisht. Sa është i rëndësishëm të themi bashkëpunimi ndërdisciplinar, duke pasur parasysh pra midis shkencës, natyrore, teknologjisë dhe shkencave humane? Shkenca e fizikës në përgjithësi është e lidhur ngushtë me shumë shkenca tjera. Kjo lëndë ose shkencat në përgjithësi kanë një lidhje në mes veti me shumë shkenca tjera. Për shembull, fizika ka një lidhje ose nuk mund të funksionon pa matematik, pa informatik, pa biologji, pa kimi. Dua të them se janë të lidhura njëra me tjetrën. Po, shkenca e fizikës është një shkencë fundamentale dhe është e lidhur me shumë shkenca. Si ka evoluar të themi interesi për studimet në fushën e fizikës pikërisht në Universitetin e Tetovës? Keni fjalën për studentët. Për studentët pikërisht. Ne këtë vit jemi pak më mirë, kushtimisht. Ne gjithsejt për 4 vjetë në fizikë kemi dikun dë 21 student. Në vit parë kemi 6 student dhe kemi edhe 4 student tjerë me transfere. Do të thëmë se si vjetë kemi qenë, nuk është numri shumë i kënaqshëm, se ne zakonisht pranojmë deri në 30 student gjatë vitit akademik, edhe si vjetë kemi 6 student, kemi edhe 4 që janë me transfere që kanë në fizikë, po ato i ndjekin studimet e rregullta. Prej këtyre studentëve kemi edhe në drejtimin fizik-kimi, kemi edhe në drejtimin fizik drejtimi arsimor, po edhe në drejtimin fizik e zbatuar. Kurse viti 2, viti 3 dhe viti 4, gjithashtu në vitin e 2 neve kemi 2 student, kushtimisht të
ndjekin studimet e rregullta, pastaj viti 3 dikun janë 8 edhe vitin e 4 i kemi vetëm 3 studentë. Çfarë duhet bërë në këtë drejtim, sadopak për të rritur interesin e studentëve apo të nxënësve që janë nëpër shkollat të mesme për të pasur interesim në këto lëndë shkencore? Kjo është një problematik shumë vetvete që ne shpesh e diskutojmë edhe në departamentin tonë, po edhe komunikojmë me shumë profesorë të shkollave të mesme, edhe në kuadër të universitetit apo të fakultetit. Neve, kur e shpalosim ofertën tonë akademike, shkojmë gati në çdo shkollë të mesme. Edhe jemi shumë afër maturantëve, komunikojmë me maturantët. Një problem mendoj se ndodh nga shkolla e mesme me maturantët, ku profesorët që japin fizik, ata e trajtojnë në atë formë që fizika për maturantët bëhet shumë e vështirë, shumë e rëndë. Prandaj një element që mund të themi se ndikon negativisht që nxënësit mos vinë studiojnë fizikën, janë për shembull profesorët dhe arsimtarët që mbajnë fizikë. E bëjnë aq të vështirë, aq problematike sa që ai tërhiqet, unë këtë s'mund ta bëj. Prandaj unë pi apeloj gjithë profesorët që mbajnë mësimin nëpër shkollat mesme, si ato profesionale, si ato nëpër gjimnaze, t'jen praktik, të bisedojnë edhe t'i bindin ata nxënës se fizika nuk është e rëndë. Pastaj ne si universitet me Ministrinë e Arsimit këtu u ofrojmë edhe një të mirë për student, për maturantët që vinë të studiojnë fizikën, ata në vitin e dytë të ne marrin një bursë 18.000 dinar. Domethënë 18.000 dinar, ai e fiton këtë bursë me njëherë vitin e dytë me një notë mesatare të themi 7. Duhet të them, ne i motivojmë për shembull. Sadopak duhet edhe nga shkolla e mesme apo fillore të motivohen nxënësit. Këto punë është mirë që të ndikojnë edhe faktorë të tjerë, si për shembull pushteti lokal. Pse pushteti lokal nëpër komuna, edhe ata duhet t'i motivojnë për shembull maturantët. Edhe unë besoj kur gjithë ne të angazhohemi bashkarisht, ne do të kemi edhe më tepër studentë. Cila është rëndësia e grave në shkencë, profesor? Gjinia femërore është e pazëvendësueshme. Ne në qoftë se nuk kemi një avancim të gjinisë femërore, nuk do të kemi një zhvillim të shoqërisë. Po mund të themi edhe nuk do të kemi ndoshta edhe shkencë. Mirë po, unë mendoj se ky fenomen ka ndryshuar. Unë, sa për kuriozitet, të ne studentët që janë në fizik, prej vitit parë deri vitin e 4, dikun të janë vetëm 3 djemë dhe tjerët janë gjithë vajza. Edhe unë mendoj se për një të ardhme shumë shkurt, jo vetëm fizik, por edhe në drejtime tjera, gjinia femërore do të përfshihet gjithkund edhe në gjitha fushat. Kjo është mirë, domethënë. Cila është motoja juaj personale si profesor i shkencës? Po, motoja jonë si profesor i fizikës, që punojmë në universitet, është ne të mendojmë si shkencëtar. Pastaj të veprosh dhe të punosh si njeri për të mirën e njerëzimit. Për të mirën e profesor, dhe në fund cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata të rinj të cilët që të ndjekin këtë rrugën e shkencës për të studiuar në të ardhmen. Ju pak a shumë e cekët të fillim që ajo fillon nga shkolla e mesme, duke pasur parasysh që nga profesorët, nga arsimtarët të cilët të ligjerojnë lëndën e fizikës, sadopak mos ta bën aq shumë të vështirë, por si ti motivojmë nxënësit që të vazhdojnë edhe më tej në këtë rrugë? Për fund, mesazhi jonë është që themi se shkenca nuk është vetëm kërkim apo teori, po ajo është një forcë që na ndihmon neve të ecim përpara. Të kuptojmë mirë botën dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ky është mesazhi jonë që do ta kem. Për një të ardhme më të mirë. Për një të ardhme më të mirë.
Ju faleminderit shumë edhe njerë që ishit të pjesë e emisionit të ritmi i ditës, pikërisht që shënuam së bashku këtë ditë me gjitha këto informacione, me gjitha mesazhet që i dhatë nëpërmjet ekranit tonë. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën.